Kur Zoti I plot fuqishëm thot ju keni vlerë për mua. Ky është Perëndia. Kur Zoti I plot fuqishëm thot ju keni vlerë për mua, çfarë fjale më të fuqishme inkurajimi mund të dëgjoni prej tij? Ju keni vlerë për mua. Katër dekada më parë, ne filluam shërbesën prekja për t'i drejtuar njerëzit në mbar botën në një marrëdhënie më të thellë me Jezus Krishtin. Për gjatë viteve, ne kemi parë madhështinë e Perëndisë, dashurinë dhe bekimin e Tij në mënyrë aq të mahnitshme, sa duam që të gjithë ta njohin atë. Ndaj le të hapim fjalën e Perëndisë dhe ta kërkojmë atë së bashku. Sot në programin prekja ju ftojmë të ndiqni. Jeta juaj ka vlerë për Zotin. Në një kohë shumë të vështirë në jetën time kur jam shtruar 2 herë në spital në pak muaj, unë dola në verandën time, u ula dhe mendova se mund ta merrja lehtë dhe të pushoja pak mbase të lexoja pak. Dhe ndaj kur e bëra, vura re që në karrikën përballë meje ishte një batanie. Dhe sapo e kisha hedhur atje, por nuk e kisha vënë re këtë. Dhe kur e pash herën e dytë, unë pash një qëndisje që një zonjë mrekullueshme e kishte bërë në këtë batanie. Ajo kishte shkruar: mesazhet tuaja më kanë ndihmuar të kuptoj që jeta ime vlen për Zotin. Kur e lexova këtë, mendova Zot, se di çfarë ka patur ajo në mendje, por unë pikërisht këtë doja të dëgjoja. Jeta ime ka vlerë për Zotin. Dhe ky është titulli I këtij mesazhi, sepse është një mesazh që Zoti dëshiron ta dëgjojmë të gjithë. Jeta jon ka vlerë për të. Ju mund të ndjeni sikur nuk keni vlerë, mund të jeni në gjendje të jepni shumë prova për mënyrën se si ju trajtojnë dhe gjërat që ju kanë ndodhur juve dhe fatkeqësitë që keni përjetuar. Prova që jeta juaj nuk ka vlerë për Zotin, por unë duhet t'ju them, po, ajo ka vlerë. Vështirësitë, provat, dhimbjet dhe vuajtjet nuk tregojnë se jeta juaj nuk ka vlerë për Perëndin. Disa nga shenjtorët më të mëdhenj që kam takuar, njerëz që kanë shkruar libra të rëndësishëm, kanë qenë njerëz që kanë kaluar vështirësi, dhimbje dhe vuajtje përtej asaj që unë dhe ju mund të dimë. Dhe kurrë nuk e kanë humbur besimin, por kanë kuptuar që Zoti ende I do ata dhe kujdeset për ta. Kur mendoj për këtë dhe mendoj për këtë pasazh të shkrimit që dua të lexojmë, kjo tregon vetëm këtë, që jeta jon ka vlerë për Zotin. Dhe unë duhet t'i hapni Biblat nëse mundeni tek e para Gjonit, kapitulli 3. Kjo ishte nga fundi I jetës së Gjonit. Në vitet e fundit ai duhet të ketë qenë diku tek 89 vjeça, diçka e tillë. Dhe ai e shkroi këtë letër për besimtarët. Dhe unë do të lexoj 3 vargje që dua të shohim për një çast. Kapitulli 3, vargu 1. Tani më dëgjoni. Shikoni ç'dashuri të madhe. Jo thjesht dashuri, por një dashuri të madhe. Na ka dhënë Ati neve. Do me thënë ai na ka dhuruar. Ai e ka shprehur këtë dashuri. Ai e ka treguar, e ka demonstruar këtë dashuri. Ç'dashuri të madhe na ka dhënë Ati neve. Çfarë e bën të madhe atë dashuri që të quhemi bij të Zotit? Mendoni për këtë gjë. Në mendjen e Perëndis, kjo është diçka e madhe. Që të quhemi bij të Perëndis, siç edhe jemi. Prandaj për këtë arsye, bota nuk na njeh, sepse nuk e ka njohur atë. Dhe më pas ai thotë të dashur, tani, jo një ditë më vonë, jo në të ardhmen, tani jemi bij të Perëndis. Dhe më pëlqen kjo, dhe ende nuk është shfaqur çfarë do të jemi. Do me thënë, ne dim fare pak për të ardhmen e mrekullueshme që Zoti ka siguruar për ne. Por ne dim, sa herë thot ai që, por ne dim se kur të shfaqet ai, do të jemi të ngjashëm me të, sepse ne do ta shohim atë ashtu siç është. Ky ishte një apostull I Zotit Jezus Krisht që po fliste për sigurinë dhe autoritetin. Pasi ai kishte dëgjuar personalisht Zotin Jezus Krisht, qoftë në bark kur ishte në det, qoftë lart në mal diku ose I ulur pranë zjarrit duke folur e dëgjuar Jezusin.
Dim se kur të shfaqet ai, do të jemi të ngjashëm me të sepse do ta shohim atë se si është. Dhe kushdo që e ka këtë shpresë, në të le të pastroj veten siç edhe ai është i pastër. Që do të thotë pikërisht këtë. Kur ju e pranoni Zotin Jezus Krisht si shpëtimtarin tuaj, ju e bëni këtë, sepse ju e ndjeni që ju jeni ndarë prej tij. Dhe ju e ndjeni gjithashtu që ju keni nevojë të jeni një me të. Kështu çfarë ndodh, ju e pranoni atë si shpëtimtar në bazë të asaj që ai bëri në kryq. Dhe si rezultat i kësaj marrëdhënie, gjërat në fakt ndryshojnë. Ju nuk mund të jeni bij të Perëndis dhe gjithçka të jetë e njëjtë si më parë. Ju mund të silleni ndonjëherë ndryshe nga çfarë duhet, por ajo marrëdhënie, dëgjoni, ajo marrëdhënie nuk është e përkohshme. Nuk është me kushte, është absolutisht e përhershme. Ju u shpëtuat një herë për gjithmonë me anë të hirit të Zotit, dhe tani më dëgjoni, pse e bëri Zoti shpëtimin? Rezultat të një marrëdhënieje të fiksuar dhe një vendim. Thjesht sepse unë dhe ju kemi vlerë për të. Dhe kur ju e pranuat Krishtin si shpëtimtar, Fryma e Shenjtë erdhi në jetën tuaj për të bërë çfarë? Absolutisht për t'ju siguruar ju që për të gjithë përjetësinë ju do t'i përkisni Zotit. Ju thoni ta zëm se unë mëkatoj. Ai është i përgatitur për këtë. Ai ka një dorë të fortë disipline. Jo për të shkatruar, jo për të lënduar, jo për të dëmtuar, o për të na risjellë në besim. Kur Perëndia na lejon të kalojmë përmes vështirësive, sprovave, lëndimeve dhe barrave, çfarë po bën ai? Ai e bën këtë për arsyet e vet, me një prej të cilave është cila që të na kujtojë se i përkasim atij, ne nuk sillemi ndryshe nga çfarë jemi. Dhe të kthej mendjen dhe zemrën tek ai për të ndryshuar të menduarit ton për një jetë perëndishme. Kushdo që e ka këtë shpresë në të, le të pastrojë veten siç është i pastër ai. Do me thënë, nëse unë jam biri i Zotit, unë do të jem i ndjeshëm ndaj mënyrës se si unë jetoj. Unë do të jem i ndjeshëm ndaj marrëdhënies sime me të. Unë do të jem i ndjeshëm ndaj fjalës së Zotit. Unë dua që ta lexoj fjalën e Zotit. Dua që të lutem, dua të jem i bindur ndaj Zotit. Dua të mësoj se çfarë do të bëj Zoti në jetën time sepse e di që jeta ime ka vlerë për të. Mendoni për këtë gjë. Dëgjoni, apo dëgjoni, thoni amen. Ju mbase mund të mos keni vlerë për asnjë njeri, për triliona njerëz në këtë botë, por keni vlerë për Zotin. Nëse mendoni për këtë, çfarë ndryshimi ka nëse askush nuk do t'ia di për ju, kur ju e dini që keni vlerë për Perëndin? Kjo do të thotë se ai ju njeh juve, ai shqetësohet për ju, ai ju do juve, ai do të sigurojë për ju, do t'ju mbrojë, do të kujdeset, do t'ju dojë. Në fund ai do ta përmbush vullnetin e tij për jetën tuaj. Pse? Sepse ju keni vlerë për Perëndin. Tani me këtë në mendje, unë dua të shohim këtë pasazh dhe të mendojmë në termat e provave se si Perëndia ka punuar aq shumë në jetën tuaj sa keni vlerë për të. Dhe prova e parë është kjo. Dashuria e madhe që ai na ka dhënë, mendoni për këtë gjë. Pse u shpëtuat ju? Ju thoni e po unë shkova, dëgjova një ditë një predikues të Zot, e predikoi dhe kjo më bëri të shpëtohesh. Ajo nuk ndodhi kështu. Ju u shpëtuat sepse ju dëgjuat të vërtetën e Ungjillit të Jezus Krishtit dhe Perëndia e preku jetën tuaj përmes fjalës së tij, i foli mendjes dhe zemrës suaj, emocioneve tuaja, të gjithë qenies suaj, dhe ju bëri të kuptoni se po jetoni një jetë shumë herë më të pavlerë se sa jeta që ai kishte në mendje për ju. Dhe ju e pranuat Jezus Krishtin si shpëtimtar si rezultat i dëgjimit të fjalës së tij, i bindjes ndaj Frymës së Shenjtë, për t'ju ndihmuar të kuptoni se Zoti ju do dhe ju ka falur ju. Ai ka transformuar jetën tuaj. Pra, ky ishte shpëtimi juaj. Gjëja e dytë që rezultoi në gjithë këtë është kjo, shëndërimi juaj, që do të thotë jeta e perëndishme që Zoti ka siguruar për gjithë secilin nga ne. Kur ju e pranuat Jezus Krishtin si shpëtimtarin tuaj, Fryma e Perëndis ju vulosi ju si bijtë të tij. Erdhi të banojë në ju, ndërsa Zoti qëndron ulur në fronin e tij në qiell dhe Fryma e tij e shenjtë ulet në fronin e zemrës sonë, duke na udhëhequr, duke na drejtuar, duke na fuqizuar, duke kërkuar që të punojë në jetën tuaj atë jetë që përfaqëson dhe duket si Jezusi. Dhe kështu, kjo është ajo që ai siguroi. Do me thënë, ne kemi aq shumë vlerë sa më së pari ai na shpëtoi. Mendoni për këtë, ai nuk kishte pse t'ju shpëtonte. Ju s'do mund ta jetoni jetën tuaj pa të, shumë njerëz e jetojnë. Dhe ju nuk do të kishit të mundur, por do të vinte një kohë për të cilën Bibla thotë është caktuar që njeriu të vdes një herë
dhe më pas vjen gjyqi, por me anë të hirit, dashurisë dhe mëshirës së tij, ai ju shëndëroi juve çoi për të që të jetoj jetën e tij në dhe përmes jush. Cila është gjëja e tretë që ai bëri? Ai filloi të plotësonte nevojat tuaja, duke qenë se jeni bij të Zotit. Ai tha se do të plotësoj të gjithë nevojat tuaja dhe dëgjoni këtu, sipas pasurisë së tij në lavdi, jo sipas talenteve, aftësive, zotësive tuaja dhe gjithë të tjerat. Ai premtoi të plotësoj të gjitha nevojat që kemi. Pse? Më dëgjoni këtu. Sepse çdo pikë në këtë mesazh tregon se ne kemi vlerë për të. Mendoni për këtë. Fakti që keni vlerë tregon se është një marrëdhënie, është një dashuri, është një përkujdesje. Kjo është një dhuratë. Këtë tregon Zoti. Ai po thot, dëgjoni, ai na shpëtoi, na shenjtëroi, më pas çfarë bën? Plotëson të gjitha nevojat tona. Zoti im do plotësoj të gjitha nevojat tuaja. Dëgjoni këtu, sipas pasurisë së tij në lavdi. A do të ishin ndonjëherë në gjendje të shteronit pasuritë e Perëndis? Jo. Gjëja vetme që i bllokon bekimet e Zotit për ju është fakti që bëheni të shkujdesur në jetën tuaj, indiferent ndaj Zotit, duke jetuar në mëkat ose çfarë do qoftë. Dhe më pas mendoj për gjën më të rëndësishme këtu, shpëtimin ton, shenjtërimin dhe nevojat. Dhe dëgjoni çfarë bëri ai. Shihni se sa i mahnitshëm është Zoti. Nuk mjaftoi për të që thjesht të na shpëtonte të kishim një përvojë ku ne rrëfejmë mëkatin ton, pendohemi për të, i dorëzojmë jetën atij. Tani mendoni një çast për këtë. Unë mendoj për jetën time. Nëse kjo është gjithçka që kam, fakti që unë kam pranuar atë si shpëtimtar, atëherë të jetuarit e një jete të krishterë derisa një ditë të vdes dhe të shkoj në parajs, është e pamundur. Nuk mund, ju s'mund ta jetoni kushdo qofshi. Ja pse? Ai u tha dishepujve të tij: uluni dhe prisni në Jeruzalem derisa unë të dërgoj frymën time që banon në ju dhe të jetë në ju t'ju fuqizoj juve që të jetoni jetën e krishterë. Si rezultat i përkujdesit të Zotit dhe i plotësimit të nevojave tona pas shpëtimit ton, ai dërgoi frymën e shenjtë të banojë në ne. Mendoni, a e kuptoni sa të bekuar jeni? Në ju banon, dëgjoni, në ju banon fryma e shenjtë. Fryma e shenjtë e Zotit, i cili ju tha dishepujve të tij: nuk jeni gati që të predikoni. Ju s'jeni gati të shkoni me mision në botë. Nuk do t'jeni gati derisa fryma ime t'ju pagëzoj juve, t'ju vajos, t'ju nxis ju dhe t'ju pajis që të jeni njerëzit që unë ju kam krijuar të jeni. Pra kemi vlerë për Zotin. Dëgjoni këtë. Pse? Sepse e pam këtë shpëtimi, shenjtërimi ynë, plotësimi i nevojave dhe fryma e shenjtë, Perëndia e ka treguar për kujdesin e tij madhështor ndaj nesh që ne kemi vlerë. Tani mendoni për këtë. Perëndia që është sovrani i universit mund të kishte thënë: unë do të shpëtoj ata që do të më besojnë dhe do të shoh se çfarë do të bëjnë. Ai e dinte çfarë do të bënim, që do të bënim një lëmsh. Do dështonim her pas here. Ja pse ai e dinte, dëgjoni këtu. Ai jo vetëm që duhet të vinte dhe t'ju falte mëkatet, por ai duhet të vinte vetë, të banonte në ne dhe të na nxiste ne që të jetonim jetën që ai kishte synuar për ne. A jemi ne të bekuar nga Zoti apo nuk jemi? Dhe kështu, mendoni për këtë gjë. Jeta jon ka vlerë, sepse ai është një Zot i mahnitshëm që na done me gjithë zemrën e tij. Prova e parë që jeta jon ka vlerë janë gjithë këto gjëra që ai ka bërë për ne. Së dyti. Prova e dytë është që jemi quajtur bij të Perëndis. Tani, a kam vlerë? Sigurisht që kam. Mendoni se si ndjeni ju për fëmijët tuaj. Ju u thoni miqve tuaj: ky është djali im, kjo është vajza ime. Ju jeni krenar për ta, sepse ata kanë vlerë për ju. Dëgjoni, kur dikush ka vlerë për ju, kjo do të ndikojë marrëdhënien tuaj me ta, mënyrën se si flisni me ta, atë që ju bëni me ta, se si ju komunikoni. Kur ju jeni vërtet i përfshirë në jetën e atij personi, atëre kjo ka vlerë për ju. Do t'i trajtoni ata në një mënyrë të caktuar. Dhe një shembull për këtë është ky. Ju punoni diku dhe shihni shefin tuaj të punojë ndryshe në jetën e dikujt dhe ndryshe në jetën e dikujt tjetër. Dhe shumë herë i kam dëgjuar njerëzit të thonë: kështu ndihem në punën time, sikur nuk kam vlerë. Kur dikush thotë nuk do t'ja di, ju nuk do të dëgjoni kur Zotin t'ju thotë: dëgjoni këtu. S'do ta dëgjoni Zotin t'ju thotë nuk do t'ja di. Nuk është kjo terminologjia e tij. Pra, fakti që kemi vlerë për Zotin, jemi quajtur bij të tij,
Të gjitha këto premtime dhe bekime për cilat kemi folur, emri ynë që është shkruar në librin e jetës së qengjit, ne i përkasim atij pavarësisht se çfarë ndodh. Prap ka rëndësi për Zotin ajo që ndodh në jetën tonë. Prova e tretë që jeta jon ka vlerë për Zotin është, dëgjoni, nuk është faqur ende se çfarë do të jetë. Vini re shoqërinë tonë sot për shembull. Në jetën time është më keq se çfarë ka qenë më parë. Mendoni një çast për këtë gjë. Si arritëm në këtë pikë? Ju a them unë. E shihni këtë libër? Dua të mendoni se sa kohë kaloni me këtë libër çdo ditë të jetës suaj. A e shihni këtë iPhone? Sa kohë kaloj me të në krahasim me fjalën e Zotit? Çfarë ndryshimi? Atëherë çfarë ndodhi? Vëmendja jonë është larguar nga Zoti. Sa më shumë shpikje të vogla vazhdojnë të prodhohen për ne, kjo është një mënyrë tjetër që na largon ne nga Perëndia. Mos po them që iPhone-i nuk është i rëndësishëm? Jo. A janë kompjuterat e rëndësishëm? Po. Por kur ju flisni me dikë, shumë pak njerëz do t'ju thonë juve, unë për vete kaloj po aq kohë duke lexuar fjalën e Zotit sa edhe duke folur me miqtë e mi në telefon për gjërat që nuk kanë asnjë rëndësi. Më pas shihni pjesën tjetër. Mendoni në termat e alkoolit, sportit, drogës, immoralitetit, këshillës së paperëndishme, depresionit, vetvrasjes, vrasjes. Çfarë po i ndodh shoqërisë sot? Ju a them unë çfarë po i ndodh. Ne kemi këtë, por nuk e lexojmë. Ne e kemi, por nuk jetojmë sipas tij. Ne po jetojmë në një shoqëri që është totalisht e paditur ndaj fakti se kush është Zoti. Dhe fjala e tij po bëhet gjithnjë e më e parëndësishme. Dhe bota po siguron gjithnjë e më shumë gjëra ku ta përfshim veten në ato që pretendohet se na sjellin ne kënaqësi. Nuk kam pse t'ju flas për shoqërinë tonë, ju e njihni atë. Ju e dini se çfarë po ndodh, por duhet ta pranoni. Po largohet gjithnjë e më shumë nga Zoti dhe ne po e justifikojmë këtë gjë duke thënë, jemi shumë të zënë. Ka shumë për të bërë, shumë vende ku të shkojmë dhe shumë gjëra që kemi nevojë. Ka rëndësi për Zotin se sa kohë kaloni me të. Ka rëndësi për Zotin se si lidhemi me të. Ka rëndësi për Zotin se si i trajtojmë të tjerët. Ka rëndësi për Zotin se si ne mendojmë për të tjerët. Ka rëndësi për Zotin çfarë japim atij. Për Zotin ka rëndësi çdo aspekt i jetës sonë. Perëndia është i përfshirë në çdo aspekt të jetës sonë dhe ai nuk po përpiqet të na mashtrojë për ndonjë gjë. Ai do më të mirën për ne. Por dëgjoni këtu. Perëndia e di që më e mira për ne është që të ndjekim mësimet e fjalës së tij të çmuar. Lypni dhe do t'ju jepet, kërkoni dhe do të gjeni, trokitni dhe do t'ju hapet. Perëndia im do të plotësojë të gjitha nevojat tuaja sipas pasurisë së tij në lavdi. Ai na jep në forcën e tij. Ai na ndihmon të jemi aq të mençur sa të ndjekim ligjin e tij dhe të ndjekim vullnetin, qëllimin dhe planin e tij për jetën tonë. Në Bibël ka plot shkrime me premtimet e Zotit. Po ku kemi gabuar ne? Pak nga pak. Bota e mbushi me gjëra mendjen tonë që dikur e mbushnim me fjalën e Zotit. Sa njerëz njihni ju që e lexojnë Biblën çdo ditë? Pyes veten se sa njerëz që shkojnë në kishë të dielën në mëngjes ose kurdo që shkojnë, e lexojnë Biblën ndonjëherë gjatë javës. Sa kohë kalojmë ne duke folur me atin ton qellor për nevojat tona ose të njerëzve që duam, duke u ankuar për gjëra që ata nuk kanë dhe gjëra që ne nuk kemi. Mendoni për këtë gjë. Kur Zoti plot fuqishëm thot, ju keni vlerë për mua. Ky është Perëndia. Kur Zoti plot fuqishëm thot, ju keni vlerë për mua, çfarë fjale më të fuqishme inkurajimi mund të dëgjoni prej tij? Ju keni vlerë për mua. Unë kujdesem për ju. Unë shqetësohem për ju. Unë di gjithçka për ju. Unë dua më të mirën për ju. Unë ju dua.
Dashuria ime për ju është pa kushte, dashuria ime për ju është absolutisht pa kushte. Mezi po pres t'ju takoj kur t'ju thras në shtëpi. Mezi po pres të jeni mes gjithçkaje që unë kam siguruar për ju në qiell. Ku është Zoti? Në këtë botë të miksuar, konfuze, të irrituar dhe shumë të bekat që ka humbur sensin e drejtimit. Më pas duhet vini re diçka tjetër. Prova e 4 që jeta jon ka vlerë për Zotin është që ne do t'jemi si ai. Me fjalë të tjera mendoni një çast për këtë. Ai thotë tek e para Korintasve kapitulli 15. Ju e dini sa I gjatë është ky kapitull. Se sa shumë thot Zoti për jetën tonë dhe sa shumë thot ai për jetën tonë të ardhmen, për ringjalljen dhe gjithë të tjerat. Mendoni për këtë. Shkrimi thot këtu: por tani Krishti u ringjall prej së vdekurisht dhe u bë fryt I parë I atyre që kanë fjetur. Më pas ai filloi të tregojë se si do të punojë Zoti në jetën tonë në ringjallje. Pra, mendoni për këtë gjë. Ju keni aq shumë vlerë për Zotin sa ai jo vetëm që ka siguruar për jetën tuaj tani, por ka siguruar edhe për jetën e përtejme në jetë të jetëve në përjetësi. S'kemi pse shqetësohemi për jetën pas vdekjes, nëse kemi pranuar Krishtin si shpëtimtarin tonë. Jeta jon ka vlerë për të. Në fakt, nëse mendoni për këtë, nuk ka as edhe një aspekt në jetën tuaj në të cilin Perëndia nuk e ka përfshirë veten e tij për të kaluarën tuaj të tashmen dhe të ardhmen. Dhe ardhmja është që një ditë do të ringjallemi, një nga këto ditë ne do të jemi me Zotin në jetë të jetëve, sepse ai kujdeset për të gjithë ne, sepse kjo ka vlerë për të. Dhe kur lexojmë fjalën e Zotit, ne flasim për familjen qiellore, ne flasim për fjalën e Zotit, ne flasim për qiellin, ne diskutojmë se si do të jetë parajsa, ne nuk e dim se si do të jetë ajo. Ne dim aq sa Bibla thot, si diçka që Bibla e përshkruan, që është e papërshkrueshme me fjalët njerëzore. Si e përshkruani ju se si do të jetë parajsa? Ne s'mund ta përshkruajmë. Por e dim që Zoti na ka dhënë mjaftueshëm shpresë në librin e jetës së qenjit. Dëgjoni këtë gjë. Prova që jeta jon ka vlerë për Zotin është që do të jemi si ai. Dhe kur mendoj për këtë, është e vështirë për të kuptuar. E vështirë për të kuptuar që ne do të jemi si ai, jo të dukemi si ai, por do të jemi si ai në vetë qenien tonë. Ne do të jemi përjetësisht me ta. Do të mendojmë si ai, do të duam si ai. Në shumë mënyra do të jemi si ai, diçka që nuk mund ta përshkruajmë. Më pas unë mendoj për këtë në këtë dritë. Arsyeja e pestë që jeta jon ka vlerë është që ai dëshiron që ne të jetojmë një jetë të pastër dhe të shenjtë me anë të frymës së shenjtë, duke I sjellë atij lavdi për gjithë përjetësinë. Cila është dashuria e tij për ne që ne të jetojmë një jetë të shenjtë? Si mund të jetojë një jetë të shenjtë? Thjesht duke ju bindur frymës së shenjtë, me të cilin ai banon në ju. Mendoni për këtë gjë. Perëndia nuk kërkon nga ne asgjë që ai nuk e ka siguruar. Ai do që të jetojmë një jetë të shenjtë me qëllim që ai çfarë? Që ai të banojë në ne me frymën e shenjtë. Që ne të dimë se cila është e vërteta, që të dimë se ai na don, se na fal dhe se na pastron. Ai do më të mirën për ne, miq. Dhe ai është I gatshëm të sigurojë më të mirën nëse jemi të gatshëm të besojmë atij. Ndaj thjesht do të pyes: a ka pasur ndonjëherë një kohë në jetën tuaj kur jeni përballur me realitetin që ju keni një vlerë për Zotin, që ai kujdeset për ju, që ai ju do juve, që ai kërkon që të dini se çfarë është e vërtetë, çfarë është e drejtë, cila është më e mira, që ju të kuptoni se një nga këto ditë do të vdisni dhe do të jepni llogari atij. A e keni menduar ndonjëherë se po t'i kërkoni atij që t'ju falë mëkatet, ai do ta bëj? Nëse I kërkoni atij t'ju jap sigurinë që kur të vdisni do të shkoni në parajsë, ai do ta bëj. A e keni menduar ndonjëherë që Zoti është aq I përfshirë në jetën tuaj në çdo aspekt sa ai nuk ka harruar asgjë. Ai është I shqetësuar për çdo aspekt të jetës suaj. I gatshëm t'ju falë mëkatet tuaja. I gatshëm t'ju thras në shtëpi një ditë që të lini trupin, jo që ju të pluskoni diku në errësirë, por të lini trupin tuaj dhe që të banoni me Zotin. Ky është premtimi I tij. Vendimi tjetër më I rëndësishëm që do të merrni ndonjëherë
nëse nuk jeni krishterë, është ai që ju mund të merrni tani. Që është i dorëzoni jetën tuaj Krishtit. Ju thoni, çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë të rrëfeni përpara Zotit që jeni mëkatar, që nuk mund ta ndryshoni veten tuaj, që kur Jezusi shkoi në kryq ai e bëri për të paguar borxhin e mëkatit tuaj. Dhe është një borxhi i mëkatit tuaj. Nëse i kërkoni atij t'ju falë në bazë të asaj që ai bëri në kryq, ai do t'ju falë juve. Nëse i kërkoni atij t'ju falë, ai do t'ju falë juve. Ai do ta shkruajë emrin tuaj në librin e jetës së qengjit për të mos u fshirë më kurrë. Dhe nga ky moment e mëtej, ju mund të jeni të qetë, Perëndia do të banojë në ju, do t'ju drejtojë juve, do t'ju ndihmojë, do t'ju forcojë dhe do t'i jap më të mirën për jetën tuaj. Jeta juaj ka vlerë për Zotin. O atë të jemi shumë mirë njohës. Ne nuk kemi pse të vijmë me një ide të re. Ne thjesht kemi nevojë të përgjigjemi kësaj të vërtete, hyjnore të ungjillit. Që ti erdhe në këtë botë dhe jetën tënde në kryq, të erdhe gjakun tënd për mëkatet tona. Na pranove ne si bijtë tu, e shkrove emrin tonë në librin e jetës së qengjit, dhe tani ne kemi sigurinë e vërtet, sigurinë për të qenë përgjithmonë me ty kur kjo jetë të mbarojë. Faleminderit Zot, për një siguri kaq të bekuar në emrin e Jezusit. Amen.